e pakëndshme edhe me të vërtet ngarkuese, kur e merr një pozicion edhe mas 5 ditëve domethënë burgosën këta. Unë kam qenë vetë personalisht në Hagë, zbashku me Zavens ministrin, Blerim Sallahun edhe shefin e kabinetit, Kemcin, me i vizitu. Unë menoj që edhe probleme kishte pas, zoti Kurti ka nejt larg, edhe nuk ka dasht asnjëherë shumë me u përzi, s'pakti me i vizitu nuk besoj që kishte as që kishim pranu me i taku. Kemi rastin e ministrës të drejtësisë, krejt e UÇK-s. Për pas Recep Selimit zbesoj që i kish pranu kërkosh. Kur kanë kaluar... Nuk e kanë pranu, a bëm veç me tregu storjen. Kur kanë kaluar, mund ta japun një informacion? Kur kanë kaluar 3 vite tash... pranu as ministrën e drejtësisë me taku ata. Kur kanë kaluar 3 vite nga një vizite ime në Hagë, unë kam pasur konfirmimin. Presidenti thaqë që me kënaqësi do ta takonte zonë. Okej, a bën tash me tregu tash edhe një pjesë tjetër, se 3 vitet e para, ata Ministria e drejtësisë, unë me zotin Kurti s'kom pas direkt kontakt dhe nuk mundem tash me marr atë barë me thonë nuk ka dash, nuk i ka përkrapë diçka. Ka pas procedura dhe ka pas udhëzime administrative se në bazë cilave duhet me mbështet ata, kuptohet avokatët tyne edhe pjesa financiare. Edhe familjet të cilat kanë shku atje me i vizitu. Mbesoni ka pas qatë shumë luftë prej ministrës drejtësisë Albulina Haxhiu, me u zvoglu, do me thonë, mas pari kemi bu publike, nuk ka qenë problem që kemi bu publike, po pastaj është caktu shuma, pastaj ka pas probleme, kam bu propozim me gjitha ata njerëz që i kam pas në divizion, që me pas një mbikëqyrje të procesit gjyqësor, ju me bu prej Kosovës, po prej institucioneve kredibile, ndërkombëtare, apo shkeljen drejtat e njerëzit, apo ka domethënë shkelje procedurale, asnjëherë nuk jam përkra. Kam pas edhe çdo herë Ministria e Drejtësisë në takimet të cilat i kam pas me ta, të rregullta, gjithmonë ka thonë pa ata vetë kanë votu gjykatën speciale. Kështu që ata kanë thonë edhe publikisht, që ma kanë thonë, që ka thonë vetëm mua. Pranver, mirë që sa është kosto deri tani? Nuk është me rëndësi, është jashtë të shlirimit Kosovës. Ata duni me di, fatime me folë, për njerëzit kanë luftu, kanë dhënë kontribut. Do të dëgjoj Ramën Gjelutin për të qeshur. Doni me i marrë shifra që kanë